Mirëdita zotni. Mirëdita zotri. A mundi me na thonë çka mendoni për arrestimet e Oleksit kundër shpjestarëve të UÇK-s? Po, ata gjinë pafajshëm. Nasa e dimi, gjinë pafajshëm, shqiptarë s'kanë pas mundësi kur një fatkeqe me bon këtë botë. Me du lidhje në konë. E sot, veç pse mujnë me na domtue me fjale, me punë, me krejt, aja është shpifje. Se sërbet kanë punu, kanë nxerë gjinë syve, kanë nxerë nonat pi barkit, thmin, i kanë përlu në valë, thmin 3 vjetë. Une e kum pas një halë, ja kanë përlu thmin 3 vjetë pas agjër. Aty edhe kur s'merë masa, e këtu pa bo kur gjo, s'kanë mundësi, i qykia jonë me bo, me një tu ik malit, tu strehu, edhe shpi, edhe suni kanë mëjtë edhe vetë vetën. A menoni që kanë mu shpalt pa fajshëm edhe kësa herë edhe kanë pas një luft pa? Jonë ata veç mujnë me bo pa ushadh, se faj kur një herë as dalin me faj kur heq. Me faktë s'kanë. Faleminderit shumë zotni.